Mbrëmja e 18 e spektaklit të shumë pritur Ferma VIP 2 që u transmetua këtë të premte në ekranin e Vision Plus, solli për publiku një natë mbushur me emocione të forta, largime të bujshme, rrëfime të ndjera, sfida argëtuese dhe momente të papritura. Spektakli nisi ndryshe nga zakonisht me një njoftim të rëndësishëm në panelin e opinionistëve. Në mungesë të Kastrozisës, krah Luanës dhe Zhakut, këtë herë ul një figurë e njohur dhe shumë e dashur për publikun, Adelina Ismaili. Artistja solli një energji të veçantë në studio, duke zëvendësuar me shumë dinjitet opinionistin e munguar dhe duke dhënë mendimet e saj në rolin e ri. Vizioni tashmë është bërë shtëpia ime e dytë. Frederik Ndoci ishte fermeri që ndërpreu rrugëtimin e tij si pasojë e televotimit të publikut mes 5 të nominuarve që ishin përballë njëri tjetrit. Fermeri që humbet përfundimisht statusin fermer dhe që duhet sonte të largohet nga Ferma VIP 2 është Frederiku. Frederiku ishte një nga personazhet më të spikatur të këtij edicioni, i cili menjëherë pas vendimit të publikut, me një elegancë dhe sportivitet që e karakterizon, e cilësoi këtë eksperiencë si më të veçantën e jetës së tij. Ferma VIP nuk është bërë për VIP-a 6-7 vjeça. Unë jam i pari në botë, besoj që e kem bërë këtë. Por siç e do tradita, para se të largohej, Frederiku njoftoi edhe emrin e kryefermerit të ri. Zgjedhji kjo që këtë herë shkoi për Anduelin. Kryefermeri i ri është Andueli. Në kontrast me largimin e Frederik Ndocit, mbrëmja solli edhe një moment të rrallë dhe shumë prekës, një dasëm live në Ferm. Andrea i dha fund Beqaris duke u martuar me partneren e tij Gertën në prani të fermerëve të tjerë, familjarëve dhe një audiencë të gjerë që i ndoqin nga ekrani. Sigurisht që pranoj. Por çiftin që janë prindër të dy vajzave të vogla, kjo ishte një ëndër e vjetër që u bë realitet falë mbështetjes së Agait dhe produksionit. Por emocionet nuk mbaruan këtu. Një tjetër moment i shumë pritur ishte ai i sfidës së buxhetit. Agai edhe këtë herë u tregua zemërgjerë duke u dhuruar fermerëve 70% buxhet. Nuk munguan as momentet argëtuese. Një prej tyre ishte sfida muzikore mes Frederikut dhe Erandit, të cilët sollën një performancë plot ritëm dhe humor në një duel rap që ndezi atmosferën dhe shkaktoi të qeshura pafund. Ferma VIP 2 vijon të mbetet një ndër programet më të ndjekura në Shqipëri, duke sjellë jo vetëm argëtim, por edhe histori njerëzore të sinqerta. Ndaj ju mos humbisni asnjë moment në dy kanalet e dedikuara të platformës String, si dhe në përmbledhjen ditore në orën 17 në ekranin e Vision Plus.